Delat, përshëndes. Po, përshëndetje, Aida, në fakt është kryer një denoncim tashmë në policinë e Elbasanit për një vjedhje që Partia Demokratike Dega e Cerrikut pretendon se është bërë në një nga zyrat e saj në qytetin e Cerrikut, ndërsa aktualisht bëhet me dije se gjatë mesnatës kryesisht ka indicie se mund të jetë vjedhur një kompjuter dhe një televizor i cili ndodhej në ambientet e selisë së Partisë Demokratike në Cerrik. Ajo se çfarë ka mundur të mësoj deri më tani referuar burimeve zyrtare nga policia e Elbasanit, por edhe vetë përfaqësuesve të Partisë Demokratike, bëhet me dije se policia nuk ka konstatuar shenja dhune qoftë në dritaren e godinës, por edhe në derën e kësaj të fundit, duke lënë vend për dyshime se hapja e ambienteve të Partisë Demokratike mund të bëhej vetëm nga persona të cilët e disponojnë çelësin e godinës. Në fakt, numri i personave që e disponojnë çelësin e godinës së selisë blu është i vogël, ndërkohë që e fundit e cila ka mbyllur dhe ambientet e selisë blu, pretendohet që të jetë sekretarja me iniciale AL, e cila po ashtu ka qenë personi i cili ka konstatuar në orët e para të mëngjesit pas orës të 7:30 të mëngjesit të sotëm, se në fakt në mjediset e brendshme të degës Partisë Demokratike, pra të godinës së marrëve qëra, mungonte televizori dhe një kompjuter. Tashmë është bërë denoncim në policinë e Elbasanit, grupi hetimor vion që tjetë në vendin e ngjarjes që është në orët e para të mëngjesit, po ashtu mbështetës dhe kandidatë të qarkut të Elbasanit janë prezente në ambientet e jashtme të degës Partisë Demokratike në Cerrik dhe janë duke ndjekur me shqetësim çdo gjë që ka ndodhur gjatë mesnatës. Miraku i vetëm është fakti se ndoshta në brendësi të kompjuterit kanë qenë edhe dokumenta të rëndësishme të selisë blu, por edhe ndoshta një database sa i takon votuesve të cilët kjo subjekt politik ndoshta i ka klasifikuar sipas edhe burimeve të saj si mbështetës apo prokrahës të Partisë Demokratike. Dua të theksoj faktin se kjo ngjarje e cila do duhet të hetohet nga policia e Elbasanit, që po ashtu zona më bëhet me dije se ka kamera sigurie që do të ndihmojnë në këtë drejtim, vjen një ditë pasi kreu demokratës Ali Berisha ka qenë një ditë më parë në zonën e Belshit dhe Cerrikut, aty ku ka prezantuar dhe kandidatët apo të gjithë të 14 kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, nga ku kërkoi dhe votbesimin e qytetarëve të Cerrikut dhe të Belshit që më 11 maj të votojnë alternativën e tyre. Ndërkohë, sjell kjo tension pa siguri, si është parë Entela, pavarësisht se është ngjarje në Cerrik dhe ne po i referohemi asaj se çfarë thot policia deri në këtë moment, me njoftimin e saj zyrtar që unë shpresoj të jetë nën kontroll. Ne dim shumë mirë që zyrat janë të jetë nën kontroll pas kësaj, që mos kemi incidente të tjera, se janë këto ditë e fundit fushatës që her pas here na sjellin dhe problematika. Ne dim se çfarë ka ndodhur, nuk e fshim dot historinë, por po ashtu dim që zyrat janë vendosura në pika kyçe, domethënë janë të vendosura në qendra të populluara për shkak të funksionalitetit që duhet kenë gjatë këtyre ditëve aktive të fushatës. Dhe nuk e di nëse kamerat arrin ta zbardhë ose kush mund të jetë motivi ose çfarë ata dyshojnë, për çfarë arsye e kanë bërë një gjë të tillë, për çfarë i duhet kompjuteri, si është gara atje në kuptimin nëse ka patur ose jo tension, ose si punohet në terren nga subjekte, çfarë e kanë specifike edhe kandidatët që bëjnë fushat, nëse je në dieni. Po, Aida, në fakt si referohemi një qarku shumë të rëndësishëm, sikundër është qarku i Elbasanit, i cili ndër vite ka reflektuar se aty ku vetë Elbasani le të themi ka shënuar një përmbysje, është reflektuar kjo edhe në qeverisjen qendrore, çka do thotë është një qark me mjaft peshë. Nëse do t'i referohem pastaj vetë bashkisë Cerrikut, historikisht është mbajtur si një zonë e dominuar nga e majta, por këto zgjedhje
kanë një simbolik të veçantë për vetë faktin se vetëm nga zona e Cerrikut dhe Belshi, të cilët janë shumë pranë njëra tjetrës, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, në fakt ka disa kandidatë të cilët garojnë dhe duket se pa dashur unë të jap asnjë lloj paragjykimi politik, por duket se janë shumë prezent për shkak të numrit, janë vetëm në këtë zonë, pra vetëm në Bashkinë e Cerrikut dhe Belshit janë 3 kandidatë të cilët kanë potencialet e tyre, jo se nuk ka kampi tjetër, patjetër që po ashtu, por që dominohet, ndryshe nga bashkitë e tjera, ndoshta që Gramshi mund kemi vetëm një kandidat të djathtë apo edhe në Peqin, vetëm në Cerrik më rezultojnë se janë 3 kandidatë të tjerë. Se sa po reflektohet kjo tek tensioni vetë kandidatëve, tek mbështetësve të Partisë Demokratike mbetet për të parë, sepse ata vijojnë janë patjetër të shqetësuar, një pjesë e kandidatëve nga Elbasani janë duke u drejtuar qytetit të Cerrikut, aty ku në vijim në fakt do të ketë edhe një deklaratë për median, patjetër që janë të shqetësuar rreth ngjarjes në fjalë, por gjithsesi policia e Elbasanit ka nisur tashmë hetimet dhe pritet që në vijim të kemi një tjetër informacion. Ajo që unë nënvizova më herët është fakti se deri në këtë moment nuk rezulton, të paktën sipas të këshyrjes së paraprake, të kemi dëmtim të dyrtë apo dritarëve të godinës, çka mund kupton se ndoshta personat të cilët kanë hyrë në ambientet e brendshme mund të kenë përdorur çelësin. Pra kjo është një nga hamendësimet ose një nga pistat që edhe policia është duke hetuar, për sa kohë pra nuk kemi dëmtim të bravës, por edhe drejtarëve. Gjithsesi është duke hetimora i cili do të thotë edhe fjalën e fundit rreth këtij incidenti që shpresoj që të mbetet vetëm kaq dhe të zbardhet plotësisht, ndërsa jemi jo më shumë se sa një javë apo një javë pak nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Endela, unë po të falenderoj, u desh ta nisim ditën kështu së bashku sot, çka tregon që ne do të jemi edhe më shpesh në transmetimet tona të drejtë për drejtë, ajo të në kuadër zgjedhjeve, por edhe tematikave që ti ndan her pas here me ne. Kështu që sot uroj ditë mbar. Të përshëndes. Faleminderit.